dhe të mbrojmë në një farë mënyre edhe fushën ajrore mbi territorin e Republikës Kosovës. Por megjithatë nuk mund të themi që jemi balancuar, jemi barazuar me arsenalin e armatimit që e ka Serbia, por fatmirësisht ne e kemi edhe KFOR-in, i cili pra është autorizuar nga NATO të ruaj kufit territorin toksor dhe ajror të Kosovës. E qartë, mirë, zoti Sherimi, ndjekemi tjetër insert më pas të rikthehet. Në një rajon ku siguria është e brisht, çdo blerje armësh përmban më shumë se sa kapacitete teknike, ajo barta dhe mesazhe politike. Kështu ndodhi edhe me blerjen e fundit të mira dronëve turq nga Kosova, e cila shkaktoi reagime të furishme në Serbi. Presidenti Aleksandar Vučić u shpreh të merruar me sjelljen e shtetit turk dhe akuzoi atë se ndërron ringjalljen e perandorisë osmane. Përkundër përpjekjeve, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të marrë ndonjë reagim nga Ankaraja, por për ekspertët e mbrojtjes, zemërimi lidhet me efektin e drejt për drejt të dronëve. Në thelb ata rrisin koston e çdo operacioni ushtarak kundër Kosovës. Nga përvojat e ushtrive në terren, shohim se dronët kanë aftësinë të shkaktojnë forcave armike shpenzime të mëdha, thot për programin Exposed të Radio Evropa e Lirë, Kegler Kurç, ekspert në industrinë e mbrojtjes nga Universiteti Abdullah Gul në Ankara. Kosova e prezantoi blerjen si hap drejt një forcimi të kapaciteteve mbrojtëse, ndërsa NATO ja paralajmëroi se çdo veprim ajror duhet të koordinohet me misionin e saj në Kosovë KFOR. Ky mision mbikëqyr hapësirën e ulët ajrore të vendit, e cila së fundmi është shkelur nga dronë të dyshuar të Serbisë. Sipas autoriteteve në Kosovë, dy vendet janë duke shpërsuar retorikën dita ditës me akuzat të ndërsjellta për provokime dhe shkelje të sigurisë rajonale. Mirë, zoti Sherimi, si e shihni blerjen e dronëve turq pra nga Kosova, ku sërish presidenti serb Aleksandar Vučić e sheh si kërcënim? Po, Aleksandar Vučić të përdor në mënyrë qëllimshme retorikën antiturke, si një instrument për mobilizim më tepër të opinionit brendshëm serb. Dhe për zhvendosjen e vëmendjes nga krizat e brendshme politike, ekonomike dhe demokratike që po ndodhin në kohët e fundit, muajt e fundit në Serbi, siç edhe ju jeni të njohur. Prandaj themi se kjo strategji është pjesë e një modeli të njohur në politikën e tij, krimi i armiqve në thojëzat jashtëm, vetëm sa për ta forcuar kontrollin e brendshëm dhe për të ruajtur legitimitetin në moment të këtij presioni as madh. Prandaj themi se Vučići nuk e sulmon drejt për drejt Turqinë në nivel diplomatik. Marrëdhëniet ekonomike se që dini janë jashtëzakonisht mira mes këtyre dy shteteve, po përdor tonë nënkuptuese në një lloj diskurs publik. Prandaj ai e paraqet Ankaran si forcë që manipulon kinse me shtetet muslimane të rajonit kundër Serbisë. Si në rastin e kur kemi të bëjmë me mas pari me Sirinë atje, me Kosovën dhe me Bosnën. Prandaj kjo e tëra i lejon atij të aktivizoj ato instinktet nacionaliste për opinionin publik, pa përshkallëzuar realisht marrëdhëniet me një fuqi të rëndësishme ekonomike siç është Turqia. Pra, themi se është një nacionalizëm i menaxhuar, me shumë përkonsum brendshëm se sa për veprim të jashtëm. E qartë, por zoti Sherimi, sa ndryshon kjo blerje ekuilibrin ushtarak midis Kosovës edhe Serbisë dhe a mund të frenohet çdo incident i mundshëm nga Beogradi përmes këtij faktori dronësh, sepse ekspertët e mbrojtjes kanë vlerësuar se dronët e rinj turq rrisin ndjeshëm koston e çdo ndërhyrje të mundshme ushtarake kundër Kosovës. Po shumë saktë paraprakisht vetëm e thash që fatmirësisht ne tash nuk jemi të ngulitur vetëm në territore të forca mbrojtëse të Kosovës, vetëm sa i përket sipërfaqes toksore. Po tash në një farë mënyrë kemi një lloj potenciali që e vëzhgojmë edhe hapësirën e Kosovës, si edhe mbrojmë nga sulmet që mund të vinë nga ajri të Kosovës. Prandaj blerja këtyre dronëve turq nga Kosova, veçanërisht modelet e avancuara, të cilat janë përdorur edhe në Ukrainë, po përdoren Bayraktar TB2 dhe sistemet tjera që janë më të lehta taktike, themi që ndryshojnë në mënyrë dukshme raportin e forcave në terren në Ballkan, pra kur bëhet fjalë mes territorit të Kosovës dhe Serbisë. Prandaj saktë është ajo që thuni se rrit ndjeshëm koston e çdo ndërhyrje të mundshme ushtarake kundër Kosovës, sepse ju dini edhe në rastin e fundit në Bojnsk, edhe pse nuk u përdoren dronët, megjithatë Kosova pra ka një potencial shumë më të përgatitur të armatimit se sa që kjo është më herët, po lëre tash me blerjen e mirë të dronëve nga Turqia, pra në një farë mënyrë mund të themi se
Kosova tash e zotron në një mos edhe kontrollin e hapësirës ajrore përmes dronëve të tillë që i ka blerë nga Turqia dhe ka fituar një avantazh strategjik me njëhershëm. E qartë. Zoti Çerimi, nga ana tjetër, provokimet nga ana e Serbisë sa janë duke testuar dhe kufijtë e durimit dhe të sovranitetit të Kosovës, sepse sipas autoriteteve në Prishtinë hapësira ajrore e Kosovës është shkelur disa herë nga dronë të dyshuar serb. Po themi se edhe NATO disa herë është aktivizuar, sepse mund të them edhe nga jeta reale, unë banoj në pjesën veriore të Kosovës dhe në situatat e tilla unë i vrej edhe fluterimet e shpeshta të helikopterëve të NATO-s dhe me të vërtet këta neve na ruajnë në mënyrë të plot, ruajnë stabilitetin rajonal në Kosovë dhe të gjitha këto lëvizje që i bën ushtria e KFOR-it janë për të shmangur çdo përplasje të panevojshme me Serbinë. Prandaj sidokudo në një farë mënyrë, jo ashtu siç thatë edhe më herët, NATO përmes misionit të KFOR-it mban kompetenca mbi sigurinë ajrore dhe toksore në Kosovë, si pjesë e mandatit, siç e dini, bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Prandaj kjo nuk kupton se asnjë operacion ushtarak për shirje dhe fluterimet të dronëve të armatosur nuk mund të zhvillohet mbi territorin e Kosovës nga forcat e sigurisë të Kosovës pa koordinim me KFOR-in. Pra, siç e dini, është edhe autoriteti suprem i sigurisë. Pra, paralajmërimi nuk vjen si kufizim ndaj Kosovës, por si kujtesë që ekziston një kornizë ligjore ndërkombëtare që ende e mbulon vendin tonë. E qartë, zoti Çerimi, se i përket NATO-s, ka theksuar se çdo veprim ajror në Kosovë duhet koordinohet me KFOR-in, ashtu si e tha dhe ju, pra duke rikujtuar këtu edhe kontrollin ndërkombëtar mbi hapësirën ajrore të vendit, por a tregon nga njëra anë ky paralajmërim i NATO-s mungesë besimi ndaj institucioneve të sigurisë së Kosovës, apo është nga ana tjetër një mas për të shmangur çdo përplasje të panevojshme me Serbinë edhe mbas provokimeve të fundit që është bërë nga kjo e fundit? Po siç e tham, edhe në pyetjen e juaj të mëhershme dhe përgjigjen time, këto çdo gjë shkon në mënyrë të koordinuar mes të forcave të sigurisë të Kosovës dhe KFOR-it. Prandaj pra këto nuk kemi bëjmë me asnjë kundërthënie, asnjë kundërshtim, po të gjitha këto mirën në koordinim me KFOR-in dhe KFOR-i është alfa dhe omega e cila e mbron pra territorin e Kosovës, qoftë toksor dhe ajror. Pra nuk kemi të bëjmë këtë me ndonjë tension mes të forcave të sigurisë Kosovës dhe KFOR-it. Pra mandatet janë jashtëzakonisht mirë të qarta, të shprehura dhe ligjore. E qartë. Mirë, zoti Çerimi, për ta mbyllur sepse kemi arritur në fund tashmë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka cilësuar afrimin e presidentit serb Aleksandar Vučić me Rusinë, Kinën dhe Iranin si një rrezik për stabilitetin rajonal, ndërsa ka nënvizuar nga ana tjetër dhe orientimin e qartë të Kosovës drejt NATO-s. Apo formësohen tashmë dy bloqe të qarta gjeopolitike në Ballkan për atë orientuar drejt NATO-s dhe tjetri drejt Rusisë dhe Kinës, dhe çfarë nënkupton kjo edhe për të ardhmen e sigurisë rajonale? Shumë saktë, shumë prononcim i qartë i presidentës Osmani, sepse me vërtet ajo ka përcaktuar konkretisht atë reflektimin e qartë të orientimit strategjike në rajon. Prandaj themi bloku pro NATO jemi në Kosova, Shqipëria, Malizi dhe mundem me thonë pjesërisht Maqedonia e Veriut, po jo tërësi, të cilët kemi një orientim euroatlantik dhe synojmë integrimin e plot në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ndërsa ky bloku tjetër pro-rus, i cili në aleancë më të gjerë është i lidhur me Kinën, Iranin e tjerë, me Korenë e Veriut, këtu përfshihet Serbia. Dhe pra këto ka elemente të forta të cilat janë duke u qasur në këtë kahje, pra në këtë drejtim, po këtu hyn edhe një pjesë e Bosnës dhe Hercegovinës, pra elementi serb. Prandaj, pra këta janë përcaktuar, domethënë respektivisht kemi të bëjmë këtu vetëm me Serbinë, kjo është përcaktuar në këtë aleancë, pra Rusi, Kinë, sepse është lidhur edhe nëpërmjet aspekteve ekonomike, energjetike, e mbi të gjitha ushtarake me Moskën, Pekinin dhe në rastet veçanta kemi Teheranin e gjithashtu edhe Korenë e Veriut.